Që 7 vjetë që tu jemëne. Ku e kom pu barakën shpe, bjesh ka në ushtru për bet një. Një gjysën gjera, i kena ra, ashtë nënë, a jena të këtonë në balkën. Shumë kom hek pa shpi. Shumë jem për datë, atë kena pas ujë, atë kena pas ditë, së në gjera e në ra. Si të qika nuk rritë lërbe. Mëse ke qika në shko këtyrë të shpia jote, kulib e jote. Ashtë jem për fmive të mi, ashtë jem për teje. 16 vjetë, nuk o kalaj rrubën më së titë. Gjallë të ahi, kom nejtë të një qikë. Po, shpia jeme me mira. Shpia jeme, kuliba jeme, me mira. Shumë kom hek pa shpi, zemën e kom zvef. Rrudha që i mbulojnë fytyrën duke se janë një maske gjitha vuajtjeve që qysh si fëmi përjetoj 78 vjeçarja nga fshati Zahaqipejes. Unë jeme dhe bërë për bërë me zatë, në zatë baqë, nona jeme ka mi yllë, baba abdi, a nona më ka rritë, baba më ka dekë i. Nona më ka rritë për gazetë. Ti mota pa dha. Nona ka kur, roptarita, këtë zati të konë. Visë ka rëkur, ka prashrit me nga për bukë. Ka hek shumë me nata. Shumë. Edhe këtu ku e martu në Zahaq, sen kishin pas. Ku e marrë dy soba kulib, me tadë. Në tokë më ra, në tokë më qu, edhe kom hek pa shpi, viqën e di. Unë e di zotin atë. E rritur vetëm nga nëna e saj, pa baba, ishte vetëm 15 vjeçare kur detyrua të martohej në një familje që i hapi një etapë të jetës që edhe sot e vuan. 15 vjetë jem marrë nuse, si s'kom pas babë. Jem martu 15 vjeçare, jem marrë këtu në Zahaq, edhe këta ishin kanë fikt, sen kishin pas. Sen. Shumë kom hek, shumë. Një pene kom hek, viqën e di, te për që më gjabë. Ku e marrë nusë në tokë e marrë, edhe këtu në tokë. Shumë jem shpërë, kom njajt pa shpi, kom njajt, jem djegën për blu. I kom pas 4 qika, këtë qikat e jaj kom nejqë. Qikën e vogë kom atu me një nek, njënë kom unë e Malisheve, qëtër kom klin, qëtër kom kjerë. Këtë qikat e jaj kom qu. Sen, kishin pas sen. Kom hek, kom bujt, kom hek, viqën e di. Ma shumë kom njajtu në singet. Djesh, da, që të 7 vjetë në qatë barakën ara. As kena pas dritë, as sen kena pas.